Santiana Maloku rikthehet në ekran, këtë herë në panelin e emisionit Zonat. Pas suksesit dhe bujes që mori gjatë pjesëmarrjes në sezonin e dytë të Big Brother VIP Kosova, Santiana Maloku vjen sërish në televizion, këtë herë në një rol të ri dhe më sfidues. Santiana do të jetë pjesë e panelit të emisionit Zonat nga sot, një format i njohur për debate të forta, tema tabu dhe qasin e hapur ndaj çështjeve që prekin shoqërinë. Prania e saj në këtë panel pritet të sjellë një frym të re, energji dhe sinqeritet, cilësi që publiku tashmë i lidh me figurën e saj. Arbana Osmani reagon pas debatit për ftesën e Ferës në emision, e marrë si shenjë vlerësimi. Moderatorja e njohur Arbana Osmani ka reaguar pas valës së komenteve dhe diskutimeve që kanë shpërthyer në rrjetet sociale pas njoftimit se raperi Ferë do të jetë i ftuar i radhës në emisionin e saj Mirëmbrëma Yje. I kam lexuar të gjitha reagimet në rrjet në lidhje me pjesëmarrjen e Ferës tek Mirëmbrëma Yje. E respektoj mendimin e secilit për jush dhe marr si shenjë vlerësimi ndaj meje, shkruan moderatorja. Osmani u bëri thirrje ndjekësve që të mos gjykojnë paraprakisht, por të ndjekin episodin e plot përpara se të formojnë një opinion për intervistën me raperin. Besoj është e udhës që përpara se të gjithë të dalin në përfundime të nxituara, të dëgjojnë dhe të kuptojnë arsyen kryesore pas kësaj ftese, shtoi moderatorja.